Këtu është horoskopi i shtunë 29 nëntor 2025. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni ketur në kanalin e horoskopi i Fationit. Dashi. Sot yjet janë në anën tuaj dhe ata gjithashtu ju ftojnë të bëni një hap të papritur përpara. Në dashuri, kujdes nga historitë e dy fishta sepse në një periudhë kaq pjellore mund të ndodhin më shumë mundësi. Lajm për ata që janë ndarë. Demi. Disa mosmarrëveshje, nuk jeni në formë perfekte ose jeni i zemëruar sepse disa përgjigje nuk arrin menjëherë, duhet të prisni dhe të jeni të durueshëm. Binjaket. Është një ditë e mirë për ndjenjat. Në plan të parë janë miqësitë, kontaktet që i keni ndarë prej kohësh dhe me të cilët krahasoheni. Gaforja. Do të luani mbrojtje, do të tërhiqeni pak për shkak të disa punëve të papërfunduara, nuk do të doni ta ekspozoni veten shumë. Regjistrimet në dashuri nuk shërbejnë, më mirë të flasim qartë. Luani. Mundohuni të shoqëroheni me njerëz pozitiv dhe energjik, keni nevojë për konfirmim, qetësi. Ndonjëherë, në situata të caktuara, jeni ju që jeni shumë të pakompromis. Virgjeresha. Kjo është një ditë e shkëlqyer për miqësi, por edhe për përpjekje për të komunikuar me të tjerët në një mënyrë më konstruktive. Do të arrini një qëllim dhe mund të jetë edhe një qëllim dashurie. Peshorja. Ndjenjat në plan të parë, nëse jeni vetëm nuk mendoni se mund të qëndroni atje për një kohë të gjatë, mund të mësoheni, por në fund të fundit keni nevojë për krahasime. Këshilla që duhet të jap në këtë periudhë është të bëj gjërat që ju interesojnë pa pritur përgjigje të menjëhershme. Akrepi. Parajsa më nervoz nga ndjenjat. Krenaria është një kafshë e shëmtuar, lëre mënjan. Shigjetari. Nëse një dashuri nuk shkon, tani flisni qartë. Një telefonat e papritur nga një mik. Bricjapi. Pjesa e parë e kësaj dite është jashtë formës. Nëse ka një njeri që ju pëlqen, mund të mos merrni atë që dëshironi. Kujdes me lidhjet me persona të largët apo tashmë të fejuar. Ujori. Ju nuk jeni të kënaqur me pothuajse asgjë, dhe kur kjo ndodh, ju filloni të jeni të kënaqur me asgjë. Shanset janë që ju do të takoni një person që derdh tension mbi ju. Peshqit. Gjëja e parë për të cilën duhet të mendoni është aftësia fizike. Në dashuri po mendoni se çfarë është e drejtë të bëni. Kini kujdes nga çdo kurioz që mund t'ju dëmtojë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mirë.